Ky podcast mundsohet nga Onovo. Në episodin e sotëm do të flasim për bukurinë, jo vetëm si një ndjeshmëri, por edhe si shkencë, sepse në të vërtetë pothuajse na ka pushtuar të gjithëve. E ftuar e radhës është doktoresh Vilma Tafilaj, bashkëthemeluese e Repeat Medical Clinic. Ajo është kirurge plastike, mos gaboj në terminologji, por do më korrigjosh gjatë rrugës. Do flasim pikërisht për ato kufit që neve po na ndajnë ndërmjet naturalitetit dhe asaj që ne vazhdimisht po shohim në ditët e sotme. Mirë se erdhe Vilma. Faleminderit shumë për ftesën sante dhe urime për emisionin. Faleminderit shumë, faleminderit. Vilma, më bën vetë një parantezë të profesionit tënd. Po. Atëherë, për post doktoresh, jam gjithashtu dhe kirurge plastike dhe rekonstruktive, pra që merrem me pjesën e ndryshimeve të trupit dhe gjithashtu trajtimeve të djegjeve dhe postkontrakturave. Një doktoresh e Merfield e bisturisë. Kompletuar nga të gjitha aspektet, sepse ti shëron edhe me bukurinë tënde. Faleminderit shumë. Vilma, ti edhe bashkëthemeluese e Repeat Medical Clinic, një klinikë e cila sa vite u bë që është në treg tashmë? Është më tepër se 6 vite. 6 vite. Po. Dhe që vazhdon të sjelli më të rejat e kësaj fushe që po zhvillohet pothuajse ditë e ditës. Po zhvillohet me hape shumë të mëdhenj. Dhe çfarë po na sjell Repeati në krahasim me gjithë klinikat e tjera, themi? Atëherë, që kur është themeluar në fillim Repeati nuk ka qenë thjesht një klinikë e zakonshme, por pikë së pari është një familje, që çdo pacient që ne kemi dhe çdo klient që vjen te ne nuk trajtohet thjesht si një klient i zakonshëm, por si një mik i joni. Pra ne jemi një koncept familjar dhe dëshirojmë që të ruajmë bukurinë pa e transformuar. Pra të ruajmë elegancën dhe jemi gjithmonë në kufind mos të ndryshojmë tiparet tona, por të punojmë me cilësinë e lëkurës, duke rigjeneruar, duke kontrolluar dhe duke bërë gjithmonë që të dukemi sa më bukur, po brenda kufindve të naturalitetit. Domethënë të ruajmë konturet tona. Si arrihet? Kjo është në dorën e doktorit pastaj. Në dorën e doktorit apo dhe në atë vendimin e pacientit, them, apo personit që vjen për të trajtuar aty te juve? Unë mendoj që vendimin e merr doktori për çdo pacient, sepse pacienti nuk ka informacion dhe nuk është i kësaj fushë. Shumë herë gënjet nga Instagrami, nga vipat e Hollywoodit, nga vipat shqiptar dhe vjen me një idealizim dhe thotë duat më bësh si ky personazh apo duat të transformohem në këtë mënyrë. Pra kanë shumë pasiguritë e vetja, të cilat jo gjithmonë doktori duhet i rregulloj. Pra doktori duhet gjithmonë të ruaj kufinë të naturalitetit tek pacienti dhe ta edukoj pacientin. Kjo është detyra e mjekut, sepse pacienti nuk ka informacion për këtë fushë. Dhe gjithashtu në Shqipëri, për fat të keq, siç e dim, nuk ka shumë kontrolle në këtë fushë, kështu që doktori lihet pak më pas. Çfarë bëhet me tregun e kësaj gjëje? Sepse botoksi, filleri janë në dominancë, pothuajse pushtojnë edhe parukeri kam parë që po, shumë. Ka të gjithë njerëz të zakonshëm, pa asnjë lloj arsimi që kryejnë këto procedura, domethënë në kushte jo higjienike, jo profesionist, jo të licencuar për atë gjë. Në mendimin tim personal dhe të gjithë mjekëve që unë përfaqësoj, këto procedura duhen kryer vetëm nga doktor. Pra personat që kanë marrë titullin doktor, sepse është përgjegjësia jote çfarë aplikon tek pacienti, çfarë produkti vendos, komplikacionet afatgjata që ka. Ku do jetë pacienti këtu dhe shumë vite më vonë, sepse nuk është një rezultat vetëm tani për tani. Kush janë rezultatet? Rezultatet jo të botoksit për ndryshimin që të sjell në pamjen tënde, por në të gjithë atë vazhdimsinë. Domethënë, a ka një moment që vihet re një gabim dhe thuhet ka një ndryshim të madh mes asaj që ishe dhe asaj që je tani? Gabimet janë edhe në mënyrën e aplikimit, janë dhe gabimet pastaj që rrezikojnë shëndetin, siç janë okluzionet vazale, pra okluzionet vaskulare që bllokojnë arteriet e caktuara ose venat të trupit nga aplikimi jo i dur i produktit dhe jo në zona të dura. Gjë që mund të ndodhi të gjithëve, por kur i në duart e një doktori është gjithmonë i sigurt. Dhe ti gjithmonë firmos një konsent që çfarë do të ndodhi ne do ta rregullojmë dhe mund të ndodhi gjithçka. Kështu që pikë së pari shëndeti jot nuk është si një pastrim fytyre, nuk është se ti po blen një produkt, ti po blen një shërbim. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë do të dimë neve para se të shkojmë të bëjmë të ndryshime? Atëherë, përpos informacioneve si duam të dukemi, duhet të kemi shumë informacion çfarë produkti po aplikohet. Kjo duhet këtu në çfarë sasie. Sepse ka se dim, nuk dim edhe çfarë fusin. Çfarë përmbajtje ka? Po. Sa kohë zgjat ai produkt, kush është prodhuar, a është si i markët, a është i aprovuar nga FDA-ja, pra duhet ketë shumë kualifikim me produkti përpara se ti ta vendosësh dhe duhet që gjithmonë pacienti të jetë informuar përpara se ti aplikohet ky produkt, për brandin e produktit, për cilësinë, çfarë ka në përmbajtje, pra pacienti është mbret dhe duhet të di gjithçka.
Kjo është shumë e mirë si gjë dhe duhet gjithmonë të informohesh përpara. Pacientët? Në fakt nuk pyesin shumë, por unë ja jap informacion. Që dëgjoj unë po vite aty po prap nuk kam atë besimin e mirë që duhet ta bëj dhe çfarë përmbajtje ka, solucione që po më vë. Për fat të keq, pacientët sot janë bërë si doktor sepse mendojnë që i dinë të gjitha gjërat, ose në disa raste nuk janë fare të informuar dhe thjesht duan një ndryshim, vinë më bëj diçka, më bëj çfarë të duash ti e di. Por detyra jonë si mjek dhe ime gjithashtu është që gjithmonë ta informoj pacientin dhe pa dëshirën e vet, sepse ka shumë pacientë që më thonë, "O, futa në terminologji mjekësore, unë nuk kuptoj asgjë." S'ka gjë, i them, me terma të thjeshta, të sakta, me një letër përpara që sqarojnë gjithçka, ti duhet të dish gjithçka sepse këto gjëra po futen brenda trupit tënd. Dhe duhet kem aprovimin nga ty përpara se ti bëjmë këto gjëra dhe duhet bëjmë në një konsensus të përbashkët. Sepse kam shumë raste që më vijnë vajza të moshave të ndryshme dhe kërkojnë dua 6 shëringa filler, dua 8 shëringa filler në moza, ose më vijnë filluar dhe me 6 me 8. Do të thonë kaq informuar. Po. Ose kanë bërë më përpara aplikime në një klinikë tjetër ose në një qendër estetike dhe din shumë mirë çfarë sasi është aplikuar dhe vinë dhe të kërkojnë të njëjtën sasi. Dhe unë shpjegoj vetëm këtë gjë që ne këtu nuk po shesim produkte, ne po shesim një shërbim mjekësor dhe kjo që ti po kërkon është absurditet. Ne jemi gjithmonë në ruajtjen e kufirit natyral dhe ky pacient kudo shkojë do përfaqësoj dorën time në fund të ditës dhe të doktorit që e ka aplikuar. Kështu që është shumë e rëndësishme ta edukosh pacientin dhe jo çdo produkt fits all, pra jo çdo gjë është për çdo kënd. Duhet gjithmonë në bazë të kontureve të fytyrës, në bazë të zemrës së personit në fund të ditës. Pra është harmonike, çdo gjë duhet vi në simbolik me shpirtin edhe me pamjen e jashtme. Po shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. I përmendte vajzat e reja. Por a ke kthyer ndonjërin nga këto? Shumë. Shumë? Edhe të reja dhe të vjetra. Po pse të vjetra çfarë kërkojnë për shembull? Po transformime që nuk janë në konturet e tyre fare, ose kërkojnë procedura kirurgjikale që nuk janë të përshtatshme për ta, sidomos moshat e reja. Po çuditem shumë sepse në vend që të ndodhi në fakt trendi kohëve të fundit nëpër botë është premenopause makeover, që quhet një transformim kirurgjikal përpara se ti të shkosh në menopauzë që i kap femrat nga mosha 35-40 dhe për mua kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjnë. Pra jo që të transformohen duke u mbushur, duke u të mbushur, po thjesht çfarë përmban transformimi kësaj? Kjo paketa. Kjo paketa, po. Përmban kryesisht procedura e parë me kërkuar që është facelifting. Pra lifting i fytyrës. Bëhet një hapje shtresave të brendshme të lëkurës dhe bëhet një tërheqje në mënyrë që të reduktojnë varjet nga mosha. Përgjithsisht bëhet facelifting bashkë me neck lifting, pra përfshihet edhe pjesa e qafës dhe përpos tyre përfshihet edhe mami makeover, që janë transformimet e trupit, pra abdominoplastika, heqja e dhjamit në disa zona, por gjithmonë edhe tek këto në kufin të naturalitetit, sepse sot janë bërë vajzat si Barbie. Domethënë si shef manekinat që janë tek kukullat, i shef edhe tek vajzat, që është gjë jashtë normales. Ndonjëherë nuk e arrim të dallojmë në ekran se pothuajse janë të njëjtat. Po. Duhet të kemë vetë edhe një doktor? Edhe ne na ndodh, jo, thjesht bëjnë të njëjtat fillerat në të njëjtat sasi. Kjo është problemi. Sepse si vin me një imazh, dua të bëjmë si Santa, hajde të bëjmë si Santa. Ndërkohë që ti nuk je as pak në filozofinë e këtij personi. Domethënë duan shumë të ndiqen. Unë do thoja dhe do t'i jepja një këshill thjesht të inspirohen nga imazhet e tjera, jo për bukuri, po për trurin, sepse ajo është e para, përpara se ti të shohësh pamjen e jashtme. Mëse vërtet dhe po thuaj se një pjesë e mirë përmendë Hollywoodin, gjithë aktorët të showbizit, personazhe të njohur të botës së ekranit andaj që kanë një naturalitet. Po ti vësh re, pëlqejnë edhe pjesën e rrullës, pëlqejnë dhe ato mimikën që ndoshta është shpërmuar deri diku nga ironia e përjetshme. Domethënë, ka një tendencë të madhe që bëre të paktën nga jashtë dëshira për të qenë sa më pranë naturalitetit, përkrah dhe moshës së tyre. Domethënë, nuk bëjnë patjetër revolucion me pamjen e tyre për të qenë sa më të reja. E pranojnë veten dhe më e rëndësishme se kaq është të pranosh veten në grup mosha të ndryshme, në etapat e tua të jetës. Po. E gjithë filozofia është që ti të plakesh bukur. Pra, age beautiful, jo të ndryshosh apo të transformosh, sepse çdo moshë ka etapat e saj, ka ndryshimet e saj, kolegjini nuk e rikthen dot, por të paktën të punosh me terapi rigjeneruese. E para ndër të tjera sepse e shoh shumë në gabim tek vajzat e vogla, sidomos që nuk trajtojnë lëkurën e tyre, pra nuk trajtojnë problemet hormonale, aknike, teksturën, por duan direkt tek fillerat. Por te një filler nuk janë bukur në rast se ti nuk ke një lëkurë të kuruar. Patjetër. Pra një pastrim normal, bazik të thjeshtë lëkura. Bazik, po. Domethënë gjithmonë kërkojnë këto tendencat e fundit, po shikoj, më përpara duhet jetë një portret i kuruar, duhet jetë një lëkurë e shëndetshme, një trup i shëndetshëm, përpara se ti të bësh dhe këto etapat e tjera.
Në klinikën tuaj vinë më shpesh për pjesën e fytyrës apo dhe për trupin? Vim për të dyja shumë, duke qenë se dhe aparaturat që në ofrojnë, janë siç është fotona dhe pjesa e cool sculpting, kapin dhe pjesën e fytyrës dhe pjesën e trupit. Pra bëjnë edhe konturimin dhe rimodelimin e trupit pa pjesë kirurgjikale, po flas dhe gjithashtu rigjenerojnë lëkurën dhe trajtojnë problematika të ndryshme të lëkurës. Po e eliminojnë pak a shumë të fillera dhe botox, tendencët e reja të aparaturave? Po ndiqen, se gjithmonë ndiqen nga bota e jashtme, duke qenë se po ndiqen nga Hollywoodi, që siç e the ti më përpara, po shkojnë gjithmonë drejt naturalitetit dhe në disa raste i pëlqejnë ato rrudhat e tyre sepse në fund të ditës tregojnë historinë. Pra lëkura tregon historinë e personit, ke qarë, ke qeshur, ke emocione. Historia fiks. Dhe gjithashtu duhet të jemi tek naturaliteti, kështu që duke u ndjekur nga bota e showbizit, nga Kardashians që fillojnë dhe kanë shkrir fillerat, thonë dua ti shkri. Por prapë kanë atë tendencën që në një moment dobësie duan të bëjnë diçka që të dalin nga konturet e tyre. Vazhdimisht të shohën në seminare jashtë, në fakt, pothuajse gjatë gjithë kohës edhe në aktivitete të këtij lloji. Cilat janë risitë më të mëdha që do kemi në të ardhmen në këtë? Dhe Shqipëria po i pranon menjëherë të gjitha ato ndryshime? Atëherë, një ndër temat që unë kam dashur më tepër që kur kam nisur mjekësinë është si të rigjenerojmë trupin tonë, jo vetëm në pamjen e jashtme, por edhe në pamjen së brendshme. Ne në klinikën tonë gjithashtu ofrojmë dhe terapinë me një kirurg italian që merret me pjesët abdominale, i cili bën hidrokolon terapi. Dhe çdo gjë nis nga bota e brendshme. Pra, brenda se ti ke një gut health të shëndetshëm, atëherë ke edhe një lëkurë të shëndetshme, ke edhe një tru të shëndetshëm dhe ti parandalon plakjen. Kështu që dhe trendi botror në thuaj të gjitha kongreset nuk është më te overfilling, por është te rigjenerimi i trupit së brendshmi dhe i trupit së jashtme. Dhe gjithë terapitë e fundit që po krijohen sot në botë janë se si ti të rikthesh mbrapsht moshën tënde qelizore. Pra si të rigjenerosh qelizën tënde dhe ADN-n tënde, se normalisht procesi plakjes ndodh gjithmonë sepse ka transformime të ADN-s dhe shkurtimet të telomerit që ndodh gjithmonë dhe plaket dhe ndodhin dhe ndryshimet në organe. Kështu që e gjithë terapia e së ardhmes që ne ofrojmë është që të mbajmë trupin të rigjeneruar në mënyrë që mos të plaket nga mosha biologjike. Pra mosha mund të jetë thjesht një numër, por të bëjmë age reverse. Kjo është e gjitha. Dhe është më e bukur, në mendimin tim që shkenca, kjo është më e bukur që shkenca po evolon, që ne të kthehemi pas. Po inteligjenca artificiale në këtë fushë. Ka nisur të ndërhyrë? Shumë. Shumë, ë? Po. Jashtëzakonisht. Domethënë inteligjenca artificiale i jep pacientit titullin doktor, i jep titullin gazetar, i jep çfarë do lloj titulli. Po patjetër që këtë pjesë e mbulon mjaft mirë për të qenë i plotësuar te kjo pjesë. Është pak a shumë si Google-i, kur ti ke një simptom dhe kërkon mund të dalë edhe një gjë shumë e keqe, ndërkohë që mund të jetë thjesht një dhimbje koke. Kështu është dhe me ChatGPT-n. Domethënë, deri diku na ndihmon, por besoj që në të ardhmen mund të na dominojë pak më tepër se ç'duhet dhe mund të na bëj pak më pak human. Se ajo që na ndan nga kafshët është inteligjenca dhe ajo që na ndan nga objektet janë emocionet. Kështu që përpos të tjerave jemi thjesht molekula. Edhe është e mira që mos na dominojë. Ti vetë kur e ke nisur, çfarë mban mend nga momenti i parë i këtij profesioni? Ke patur çfarë emocionesh ke patur? Sepse nuk është e thjeshtë në të drejtën, edhe një shiring këtë t'ia vësh duken të thjeshta dhe botoxet dhe fillerit se ndoshta janë bërë kaq komune, kaq të zakonshme në realitetin tonë, por në fakt nuk janë të tilla. Por në fakt nëse pacienti do dinte sa përgjegjësi ka nga mbrapa dhe sa komplikacione do stepe dhe nuk do bënte asnjë gjë. Ne mos gaboj, e di që botoxi përdorej për ata që kishin migren? Po. Në fillim fare që shkruar për kontrakturat e futbollistëve që kishin kontraktura muskulare dhe qetësonte muskulin. Më pas u pa që dhe te flaksiditeti i syrit, pra te tiket nervore të syrit bënte punë. Po kur u pa që ishte dhe rrudha, u përdor te pjesa e mjekësisë estetike. Po deri kur mund ta përdorim në këtë botox në zonë? Atëherë, botoksi është gjithmonë duhet përdorur në një limit të caktuar kohor. Pra, unë rekomandoj te pacientët që bëjnë procedurën antirrudhë jo më tepër se 2 apo 3 herë në vit, sepse muskuli ka një gjë, siç aktivizohet, botoksi bllokon aktivizimin e muskulit, pra relakson. Ti duhet t'i japësh kohë trupit tënd, sepse botoksi është një toksin botulinike i quajtur ndryshe, që ta absorbojë këtë toksin, muskuli të rifitojë aktivitetin e vet përpara se ti ta bllokosh. Pra nuk duhet ta mbash gjithkohës të bllokuar sepse e bën pasiv. Dhe ai pasivitet bën në humbje të funksionit të muskulit më pas. Që duhet gjithmonë po. Siç kemi ngrirë duhet të shkrim. Të shkrim totalisht dhe pastaj nëse duam, por gjithmonë jo të ngrirja jo në doza shumë të larta, që mund bëhet edhe toksicitet për muskulin apo muskuli të humbasë funksionin dhe të shkaktojë edhe ato komplikacionet e mëpasshme. Edhe një herë të pyetja sepse kaluam direkt te kjo. Momenti i parë yti me këtë profesion. Atëherë, në fakt që kur kam qenë e vogël më ka tërhequr e bukura.
shikoja, te çdo person shikoja bukurinë, nuk e di, e kisha si diçka që më tërhiqte shumë dhe më jepte emocion. Me vazhdimin e kohës, duke qenë se babain tim e kam inxhinier, mendova të futesha fushës së inxhinierisë. Domethënë kur isha në gjimnaz, thoja që nuk do bëhem doktoresh, se më duket një shkollë që ka shumë vite, ka shumë përgjegjësi mbi supe dhe isha pak e stepur. Por duke qenë se që në atë kohë kam qenë studente ekselente dhe isha vetëm në gjimnaz që fitova mjekësinë, më shumë e shtyr nga babi, që më tha shiko provoje sepse ti nuk je për pozicion inxhiniereje. Je shumë empatike, je një person që kujdeset shumë për njerëzit dhe dhuron shumë dashuri. Pse mos ta shfaqësh këtë dashuri në punën tënde dhe të shërosh, duke qenë se ka qenë dhe një pasion i vjetër i babit tim. Edhe u futa, nuk u futa me pishmallik, u futa me shumë dëshirë, thjesht me atë stresin e madh nga mbrapa që çfarë do kaloj dhe ku do shkojë gjithë kjo gjë, dhe çfarë do bëhem unë në të ardhmen, sepse gjithmonë detyra e doktorit është shumë e vështirë. Gjatë 6 viteve të shkollimit, sepse është 6 vite mjekësie e përgjithshme dhe 5 vite kirurgji plastike, dhe gjithë jetën më pas që ti fle me libër poshtë jastikut. Gjatë viteve të mjekësisë pastaj kam patur shumë sfida. E para ka qenë ngarkesa shumë e madhe mosimore, që sado kam qenë një studente ekselente, në mjekësi ti e bëje ditën natë dhe ishe gjithkohon duke u përgjëruar përpara karrikës dhe tavolinës, duke lexuar në mënyrë që të arrije rezultatet maksimale. Dhe kur je mësuar gjithmonë me një taktik pune dhe me ato rezultate që ti do t'i mbash, të kap sedra dhe do gjithmonë që ti jesh gjithmonë më mirë për veten tënde, duke u inspiruar për të bërë një doktoresh në të ardhmen. Një nga sfidat kryesore ka qenë përballja ime me gjakun dhe me sallat kirurgjikale. Gjithmonë kur thon njeriu kur mos thuaj kur, të ndodh që ti bëhesh ajo gjëja që ti mendon që nuk do bëhesh. Në fakt kontaktin e parë dhe kam pasur shumë suport nga doktorët, më ka ndodhur që kam pasur të fikët në sallë operacioni, që më kanë rënë fikët. Po, kontaktin tim të parë në vit të tretë të universitetit kur pam sallat kirurgjikale. Më pas, duke punuar me veten dhe thjesht duke e parë më tepër atë gjë, u bë diçka që duke u forcuar, po. Dhe ti në fakt je futur tek pjesa më e bukur të themi tani. Dhe më zhvilluar që çdo ditë etapat pafund të zhvillimit të kësaj industrie që po rritet ditë e ditës. Në lidhje me qelizat staminale, që po dëgjojmë dhe ato që po bëjnë një revolucion në pamjen tonë, sa të rëndësishme janë? Shumë të rëndësishme. Qelizat staminale janë qelizat të padiferencuara, të cilat kanë fuqi pluripotente të transformohen në çfarë do lloj qelize që ne kemi nevojë. Unë i përdor shumë në klinik, së fundmi do t'i bëjmë gjithashtu dhe me terapi intravenoze, por tani për tani i përdorim për rigjenerimin e lëkurës. Pra, janë qelizat më të fuqishme që në studimet më të fundit dhe në 3 vjeçarin e fundit kanë qenë kryefjala e çdo kongresi mbarbotror, sepse janë ato që mund të rikthejnë vitalitetin e qelizave dhe mund të ndryshojnë ADN-n e qelizave aktuale të trupit tonë, sepse janë qeliza të padiferencuara me një potencial shumë të madh rigjenerues, por për të shëruar dhe për të rikthyer mbrapsht atë që ne kemi humbur. Peptidet pastaj? Apo janë? Peptidet janë gjithashtu shumë të mira, por hyn te pjesa ushqyese te pjesa proteinike. Te pjesa vizuale, me mbajtjes, po, janë gjithashtu shumë të mira. Do me thënë gjithmonë kur unë bëj terapit në klinik, bëj një kombinim midis PDRN-ve që janë, siç e tham, peptidet, egzozomeve, gjithmonë edhe tek egzozomet, gjithmonë duhet përmendim që ne përdorim plant stem cell, qeliza staminale bimore. Duke qenë se ato humane vijnë nga njerëz të tjerë dhe janë akoma në fazë studime për të parë sepse ti mund të marrësh sëmundjen e dikujt tjetër. Kështu që janë duke u studiuar dhe është gjithmonë mirë të punohet me qelizat e trupit tonë ose me qeliza bimore, që janë gjithashtu shumë të ngjashme në aftësi rigjeneruese me qelizat e trupit tonë. Në këtë periudhë çfarë këshillon ti në Repeat Medical? Atëherë, në këtë periudhë unë këshilloj gjithçka. Duke qenë se moti ftohet, është periudha kryesore për të marrë me terapi rigjeneruese të lëkurës, siç është periudha për të bërë frakselin me aparaturën fotona, për të bërë fotonë 4D, pra për të trajtuar ato problematika që ne nuk i trajtonim dot kur dielli ishte aktiv. Procedurat e dermapenit, plazma, mezoterapit, pra gjithçka që ne të rindërtojmë barrierën e lëkurës që është prishur edhe nga dëmtimi nga dielli, mos ta harrojmë gjithashtu. Që është në një pjesë. Kemë dëgjuar shumë për këtë Alma CO2-shin, lazerin. Është efikas, domethënë pak a shumë ka dhe një procedurë shumë të dhimbshme deri diku sa kam parë dhe me djegjen e lëkurës së fytyrës. Është kjo që ne po përmendim, është procedura e frakselit. Ajo bën të mundër krijimin e microchannels, mikrokanale në lëkurë që dëmtojnë dhe pastaj e çojnë lëkurën në proces rigjenerimi. Kjo është shumë e mirë, sidomos për shenjat postkirurgjikale, ne i trajtojmë shumë, për aknet, për poret, për shenjat që ne kemi në lëkurë nga aknet të mëparshme. Pra trajton çdo problematikë, rrudhat, gjithashtu bën një tendosje të lëkurës dhe bën një stimulim shumë të madh kolagjeni që ne ndihmon pastaj në procesin e rigjenerimit. Këto eliminojnë pak a shumë gjithë pjesën e këtyre
që folëm përpara, botox, filler, janë komplementare, jo se i eliminojnë, po. Do me thënë, për shembull në persona që nuk kanë volum, në disa konture të fytyrës, sepse varet si e kanë strukturën e kockave, varet ku e kanë të lokalizuar volumin, në disa zona që për shkak të humbjes së peshës, për shkak të jetës, ose për shkak vetë të gjenetikës, duhet të shtosh volumin, tani më shumë po shkon te lipofilling, pra që ti po merr dhjamin e trupit tënd dhe përpunon dhe vendos si një filler natyral, ose në vend të asaj, sepse është pak procedurë mini kirurgjikale, bën pjesa e fillerave. Pra fillera dhe botoxi nuk hiqen dot, për fat të keq, aty do mbesin, sepse dhe rezultatet që ka normalisht janë produkte që absorbohen jo totalisht nga trupi, por duan një kohë të gjatë, por janë produkte që të paktën absorbohen, eliminohen dhe ti mund të rivendosësh dhe mund t'i shkrish nëse bëhet një gabim ose është vendosur diku ku nuk duhet. Gjende, domethënë, ka një lloj mundësie pastaj kjo është pak individuale, se ka persona që nuk e duan volumin ose duan portretin e tyre siç është, duan vetëm të punojnë me rrudhat apo me teksturën. Ka të tjerë që duan të krijojnë pak më konture, është edhe pak personale si zgjedhja. Përmendëm mirë tani që pothuajse janë gratë ato që dominojnë në klinikë, po besoj se keni dhe meshkuj që në fakt kanë dominuar shumë meshkujt kohët e fundit. Kjo është e rëndësishme. Kjo është për të vendosur se klinika jonë po shkon 50-50. Shumë mirë. Madje ka qenë për qeshur një ditë, ishte paradite dhe qelluan ishin 4 meshkuj njëri pas tjetrit. Dhe ishte bërë klinika mashkullore se sa femërore dhe ishin gjithë në sallon. Edhe merrti shumë mirë, sepse është një kulturë. Të kujdesesh për veten dhe ta duash veten tënde është një gjë shumë e mirë. Kështu që kur futet edhe te gjinia mashkullore që po bëhen pak më të kujdesshëm që nuk kujdeseshin fare deri dje, është gjë shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur. Dhe kryesisht besoj me këto trajtimet e me pjesën rigjeneruese, në disa raste pjesën e procedurës antirrudh, pjesën e mbushjes, por punojnë shumë edhe me rrudha, domethënë janë për goxhat fiksuar, për pak a shumë si ne femrat, që më doli një rrudh këtu çfarë të bëj se po shqetësohem, është teksuar më shumë se vjet. Pas ka tema diskutimi pa fund. Kjo është për të qeshur. Pas kemi tema në vazhdim. Që dhe meshkujt më duket mund ndiqen nga bota Hollywoodit, se përgjithsisht meshkujt shqiptar nuk është se janë mbajtur të jenë shumë të kujdesshëm te pjesa e lëkurës, por është gjë shumë e mirë. Po shqyr. Është gjë shumë e mirë. Që duhet vlerësuar deri diku. Edhe është e mirë edhe për ne gjithashtu, sepse përfshihet gjithë popullata në këtë gjë dhe ndihen më mirë me veten e tyre. Në klinikë mendoj që nuk ju vin vetëm njerëz të zakonshëm, por keni edhe personazhe të njohura. Mund na përmendësh ndonjë që është klient besnik i juaj? Kemi shumë personazhe të njohura, por jemi të konservuar të emrat se është gjithmonë. Po diku dhe janë parë që kanë ardhur te juve. Po. Kështu që nuk kemi se si. Po gjithsesi më bëhet shefi që vinë dhe kurohen sepse imazhi televiziv patjetër që e do dhe ta kërkon vetë. Dhe kanë një presion nga ana tjetër për postë të tjerave përpara kamerës për të dukur gjithmonë bukur. Ti vetë ç'a bën? Atëherë, e para punës që unë i them çdo pacienti se më shikon lëkurën edhe më thotë çfarë ke bërë ti vetes tënde. Unë punoj shumë çdo muaj në një rast të caktuar kur kam kohë dhe hapësirë, injektoj veten time. Vetë? Po. Përpara pasqyrës së vogël të pacientit, sepse janë edhe ato rastet kuj kur ke një hapësirë midis orareve, dhe punoj shumë me mezoterapi rigjeneruese. Që e vogël kam qenë shumë e kujdesshme te lëkura, por post fillerave dhe mbajtjes të tjera, procedurave antirrudh që mund të bëhen për rregullime të vogla të volumit, e para dhe kryesore janë mezoterapit, lazeri, fotonon 4D, unë kam bërë gjithashtu dhe procedurën e frakselit përpara verës, dhe madje bëra një kombinim goxhat fuqishëm, bëra procedurën e frakselit dhe 2 javë më pas fotonon 4D që kishte një rezultat shumë të mirë. Dhe këto janë terapi që ti duhet i mirëmbash çdo muaj. Në mënyrë, nëse ti ke mundësi gjithmonë dhe nëse ke kohë, në mënyrë që të arrish rezultatet maksimale, sepse ndërkohë që mosha kalon dhe plakemi, lëkura gjithmonë shkon për poshtë. Dhe çfarë të bëjmë ne që ta mbajmë atë vitale është të punojmë me terapi rigjeneruese dhe me lazera, po edhe me mezoterapi injektuese, që të plotësojmë boshlllikun që po ikën nga trupi. Përmendë pjesën e injeksionit që bëje vetë. Ke besim te ndonjë dorë tjetër? Kam besim dhe të shumë kolegët e mit, po në disa raste kur je pjesë e këtij profesioni, edhe e ke pak të vështirë ti besosh dikujt tjetër përveç dorës tënde. Vetë ke bërë ndonjë ndërhyrje? Atëherë, ndërhyrje që kam bërë rinoplastikën vitin e kaluar, pra procedurën e operimit të hundës, gjithashtu kam bërë edhe lip filler dhe pak konturim tek pjesa anësore e kockës. Ka një mit që thotë që nëse e fillon herët marrjen me veten me pjesën e botoxit dhe fillerave, se këto i përmendëm më shpesh, mund të shkatërrojë lëkurën? Kjo është e vërtetë. Domethënë, gjysmë e vërtetë, gjysmë mit.
Nëse ti nuk punon në terapitë e duhura dhe nëse bën hapjen e lëkurës më tej, siç lëkura mund ta përballojë, siç është me pjesën e fillerave, sepse është pak a shumë si me tullumbacen, fryrje është fryrje. Në çastin kur ti do t'i heqësh ato fillera, rrjedhimisht përposa acidit hialuronik të ikën dhe një pjesë të acidit hialuronik që ti ke në lëkurën tënde. Dhe kur bëhesh në moshë shumë të vogël, do shkosh te kjo procedurë, do shkrihesh, do bëhesh, do shkrihesh përsëri dhe humb elasticitetin e lëkurës. Gjithashtu humbet edhe cilësinë e lëkurës. Kështu që është e rëndësishme të bëhesh me kufi, me produktet e duhura dhe ta mirëmbash gjithmonë lëkurën me terapi rigjeneruese. Më përmende mosha, cila ka qenë mosha më e vogël që ka ardhur? Kam pasur dhe goca 16 vjeça. O, zot. Edhe më të vogla, por të kundërshtuara nga unë, po. Domethënë, mu duken Vinë dijenin e prindit apo? Pa dijenin e prindit, përgjithsisht. Ndërsa vajzat e tjera janë dhe të shoqëruara me prindin, kur janë në moshën 18-19 vjeçare dhe janë pak të pavendosura, po me brezin e ri ka një problem që rriten pak më tepër se që jemi rritur ne më përpara dhe duken pak më të zhvilluar nga portreti. Dhe vetëm disa raste kur shef atë lëkurën e njom, kur shef shumë tipare të tjera që e bëjnë pak dalluese, mund të fillosh dhe të dyshosh, por gjithmonë i pyesim për një dokument identifikimi, të shohim datën sepse çdo person dhe çdo individ që vjen të ne regjistrohet në me dokumentin e tyre të identifikimit dhe nëse ka një moshë më të vogël, unë patjetër që ofroj terapi, por ofroj terapi për aknet, për pastrimin e lëkurës, në disa raste shumë të rralla edhe lazerin e epilimit, sepse ka goca që në moshë shumë të vogël fillon dalja shumë e madhe e qimeve që shkaktojnë probleme për lëkurën, por gjithmonë me indikacion mjekësor, jo diçka thjesht sepse kjo ka parë një model në Instagram dhe doj që unë t'ja bëj. Sepse ti e shkatron trupin tënd përpara kur je akoma në proces zhvillimi. Akoma si ka mbaruar procesi zhvillimi i rritjes. Po, dhe akoma për më tepër nuk të janë krijuar konturet e fytyrës, je akoma 15 vjeçë, nuk e krijuar akoma akoma ato faqet e bukura. Po, je akoma shumë e bukur për të bërë diçka më tepër. Cila është grup mosha që vjen zakonisht në klinikë dhe që trajtohet rregullisht? Atëherë grup mosha më e mirë dhe klientela më potente e ripitit janë zonjat. Janë zonjat. Po. Pra mosha mbi 35, 40, 50, 60, 70, kemi dhe moshat më të larta dhe mua më vjen shumë mirë sepse është një moshë ku ti reflekton akoma më shumë mbi veten tënde dhe fillon ta duash veten tënde akoma më tepër. Edhe është shumë e rëndësishme dhe një gjë që mua më bën të lumtur është gjithmonë kur shoh gëzimin në sytë e pacientit. Pasi kanë mbaruar procedurën dhe kanë parë dhe lot gëzimi shumë herë nga shumë pacientë në trajtimin qoftë të problematikave të lëkurës, qoftë në ndryshim të pamjes, sepse e shikojnë veten dhe thonë jo, kjo nuk jam unë. Por reflektojnë atë bukurinë që ka në shpirtin e brendshëm të tyre. Dhe të transformosh portretin e dikujt për ta bërë atë të ndjehet më mirë me veten e vet dhe më i lumtur me jetën e vet është shumë e rëndësishme. Besoj se gjatë gjithë rrugtimit tënd ke parë edhe pas siguri. Duhet të kenë qenë grup mosha të reja, ato që kanë ardhur dhe edhe grup mosha të reja, edhe grup mosha të mëdhaja. Grup mosha të reja përgjithsisht kanë atë merakun, çfarë do bëj, si do bëhen, i marrin gjërat pak më shumë vrunë, ndërsa grup mosha të mëdha kanë më shumë atë tendencën, po si do t'i hequn këto probleme që kam në lëkurë, sepse janë të theksuara dhe varet në çfarë moshe ti vjen dhe sa parandaluese është ajo terapi që ti bën. Pra është më mirë kur edukon brezin e ri që mos t'i lë këto terapi pas dore, se sa një brez tjetër që ka bërë disa gabime më përpara, por të paktën ne kemi shumë gjëra në dorë që t'i rigjenerojmë edhe të arrijmë në atë nivel rigjenerimi të lëkurës, sikurse ishte të paktën 20 vite më përpara në moshë. Vetëm duhet jenë të rregullta, patjetër. Po në lidhje me ripitjen, në gjithë pjesën mjekësore që po futet, çfarë do kemi të re? Atëherë në ripit do kemi shumë gjëra të reja. Ne aktualisht ofrojmë kirurgjinë plastike dhe rekonstruktive me doktor të huaj dhe gjithashtu me doktor shqiptar, ofrojmë procedurën siç e përmendëm titrokolonoterapis, lazerat rigjenerues, gjithashtu do fusim dhe procedurat të tjera siç janë ginekologët për fertilizimin in vitro. I kemi pasur edhe më përpara, po tani do t'i zhvillojmë dhe pak më tepër. Në të ardhmen kemi gjithashtu edhe për një laborator në mënyrë që të kryejnë analiza më të avancuara, jo vetëm këto terapitë bazike. Deri tani përgjithësisht në pacientët që kemi ndjekur i kemi çuar jashtë vendit për të bërë një analizë më të detajuar dhe më pas një spital në të ardhmen, pse jo. Dhe një spital, urime. Faleminderit. Se në fakt i gjithë grupi Ripit është aq i kompletuar, ju keni dhe palestrat, keni dhe pjesën e ushqimit, domethënë janë të gjitha të përfshira dhe mendoni që t'i bashkoni së bashku për të qenë në një të vetëm tashmë. Pra ne kemi shëndetin si së brendshmi ashtu dhe si jashtme, domethënë mirëqenia në 360 gradë. Mirëqenia dhe rigjenerime, dhe kjo ka qenë filozofia dhe e grupit të Ripit që në fillim. Ti vetë pasi mbaron punë, çfarë bën? Apo prapë sërish shkon në spital? Po, unë fakt sot sapo kam ardhur nga Roja, sepse isha 24 orë në spital. Dhe je prapë me një lëkurë që të shkëlqen?
Po, pas një natë pa gjumë. Terapit rigjeneruese. Kjo është çfarë të bën mjekësia. Kjo çfarë të bën mjekësia. Kështu që kohën e lirë përgjithsisht preferoj udhëtimet, preferoj të dal me shoqërinë time, me partnerin, me familjen, gjëra që të bëjnë të ndihesh shpirti i gjallë. Dhe bën shumë mirë sepse është një profesioni që ke nuk është i lehtë, nuk është aspekt i lehtë sepse përveç pjesës profesionale duhet dhe nga ana psikologjike të qetësohesh për veten tënde. Po, dhe edhe si një psikiatër për pacientët, se përgjithsisht porta e klinikës është si një udhërues për pacientët. Trokashi për të marrë është besimi që kanë tek mjeku dhe përgjithsisht transmetojnë dhe ato sikletet e veta, pas sigurisht dhe në fund të ditës je shumë i ngarkuar nga gjithë energjia që ke kaluar dhe ke nevojë të karikohesh vetë përpos të tjerave. Një mesazh jemi drejt fundit. Një mesazh që do kisha për brezin e ri, për brezin e vjetër, për çfarë do lloj brezi në fakt, që të jetë një mesazh i përfshirës, meshkuj që dhe i përmendëm. Unë në fakt kam diçka që jam shumë perfeksioniste, te vetja, te të tjerët, tek puna kudo, dhe të gjithë njerëzit më thonë që ti nuk kënaqesh kollaj me asgjë. Por besoj që kjo gjë më ka bërë që të jem këtu ku jam sot, dhe çdo personi tjetër do t'i thejë thjesht të punoj me veten, dhe nëse mendojnë që është mirë dhe është shumë mirë të punoj akoma më shumë për të qenë akoma më mirë. Sepse jeta është shumë e bukur, të arrish dhe t'jesh dikush është diçka që ty të bën shumë të lumtur dhe ku ka më bukur se t'jesh i suksesshëm dhe t'jesh me mendjen plot. Kjo është e gjitha. Duhet gjithmonë që të punosh. Çdo gjë vjen me punë. Nuk vjen asgjë falas. Ne gjithmonë në përfundim të podcastit dhurojmë diçka nga Onovo dhe faleminderit shumë. Se të pëlqejë edhe ty. Janë produkte organike dhe të certifikuara, kështu që pa merak. Siç edhe unë aspiroj tek gjërat rigjeneruese dhe bio. Dhe faleminderit shumë për gjithë këtë bisedë të faleminderit që zhvilluam bashkë, sepse ajo që, domethënë përfundimi i gjithë kësaj interviste ishin terapit rigjeneruese. Ato janë ato që duhet na mbajnë neve dhe të na bëjnë vërtet të ndihemi mirë me veten tonë. Faleminderit shumë dhe ishte një kënaqësi të bisedoja. Kënaqësi dhe për mua dhe ju mirpresim në takimet e ardhshme me Repeat Medical. Patjetër, dinë të shpeshta. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët dhe rishihemi në episodin e radhës.